Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve për të mbrojtur tezën se 11 maj ishte farsë elektorale, duke theksuar se tashmë betejë e opozitës është faktoi pa rregullsitë e të informoj faktorin ndërkombëtar. Dhe unë e njoftoj Ediramin se në absolute pushtet mbi këtë farsë nuk do mund të qëndrojë. Berisha shfrytëzoi dokumentin e Kopenhagenit për zgjedhjet lira për shpjeguar diferencën mes realitetit elektoral në Shqipëri dhe parimeve mbi të cilat duhet bazohen zgjedhjet e lira të ndershme. Palët zotohen. Thot dokumenti Kopenhagenit se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik prehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Të pyes çdo qytetar, si u zgjodh Blendi Gorxha, si u zgjodh Sara Mile, si u zgjodhen liste e kandidatëve që u mbështeten nga banditët në parlament. Parimi tjetër që sipas liderit të opozitës u shkel është parimi ndarjes nga shteti e partia dhe ai një gare të barabartë. Se cila është barazia në këto zgjedhje, ku njëra palë shpërndan 500 milion euro prokurime dhe koncesione, 76 milion euro bonus për vota, 200 milion euro gjobat falura për vota. Nga ana tjetër, Sali Berisha shmangu çdo debat për gabimet e vetë opozitës në këtë betejë, duke u dalë në mbrojtje edhe alatëve, të cilët morën 8 vende të sigurta në parlament. Duhet parë kontekstin. Në kontekstin e një farsë elektorale, farsa është farsë, nuk është zgjedhje. Për shkak sistemit është e vështirë të matësh peshorale të çdo partie në koalicion, por vota personale e kandidatëve në listë hapur tregon deri në një farmase sa kanë ndikuar ato në rezultatin e koalicionit. Për shembull, Partia e Lirisë mori 4 deputet të sigurt, por Ilir Meta, i cili garoi në listën e hapur të Tiranës, mori vetëm 7891 vota, ndërsa Shpëtimi Drizi, i cili mori 1 deputet në listë të mbyllur, vetë arriti të fitoj vetëm 1991 vota.